pejgamberi sa na udhëzon që timi të kujdesshëm në qëndrimin e gjatë vonë natën pa arsye, apo edhe në daljen jashtë natën pa arsye. Nata deri të ndrozën si probleme. Ka pas zakonisht problemat njerëz qëllimkëqi, hajnat, natën të operojnë, natën dalin. Dita është për ne të zakonshëm që dalin punojnë, ditën ka njerësi, edhe ditën ndodh hajnia. Po zakonisht keni pa vrasjet, problemet, rrahjet ku ndodhin? Natën. Nëse natën tani janë veç ata që nuk e kanë shtëpinë rahati, nuk e kanë shtëpinë vend kthim, po e kanë rrugën. Andaj pejgamberi na ka thënë që natën me pas kujdes njëri me dal veç nëse ka nevojë. Me najt vonë veç nëse ka nevojë. Nga se thot fa inna ahadakum la yadri ma yabuthu Allah min khalqi. Nuk e din njëri se me çfarë krijesë ka mos i më ballafaqë natën. Po flas në kohën tonë që ka ndryshuar situata, po mjafton me njerëz të qimë atë natën. Sa njëri mund të më koni dehun, sa njëri mund të më kon me dalë në diçka, me kon Allah na i armatosën. Apo edhe sa ka ndodhur që për çështje më të vogla e ka psu dikush. Andaj njëri mas jacis, tash nëse koha jacis po shkon tu herët, njëri ka më pas punë dhe mas jacis, prish punën se ka arsye. Mirë po kryen punë që ka në rrugë edhe kthehet së pinë e tij. Kthehet në gjirin familjar, nga se që ato është i sigurt, që ato është rahatia, që ato është mirësia e tij. Jo mos i rrugëve veçanërisht natën pa nevojë. Nëse thash nuk dihet me çka ballafaqohet.